Në koha për të zgjuar, tani është momenti për të mirëpritur telefonuesin e parë për këtë mëngjes, për të dëgjuar shqetësimet dhe pse jo këshillat që mund të na japin. Mirëmëngjes, mirë se vini. Faleminderit që jeni prezent në koha për të zgjuar. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirë se vini, zotri. Mirëmëngjes e nderuar dhe mirë se u gjeta. Po. Më ka bërë përshtypje Robert Danica, një artist i madh, një aktor me rolet e tij që ka lënë gjumë të histori, me shkullin e tij në sallën e gjyqit të Repusë në ball Erion Veliaj, sikur ta kishte djalë për mall të vetin. Me gjithë ato akuzat, 13 akuzat në shpinë, më ka zhgënjur. Jo sot më ka zhgënjur Robert Danica, një njeri serios, si në rolet e tij, po ashtu edhe në publik, po më ka zhgënjur që në momentin kur ishte dakord për prishjen e teatrit kombëtar, po më që sot i ka vënë vulën. I ka vënë vulën sepse sipas meje del në mbrojtje të hajdutëve, kriminalëve dhe banditëve. Dhe kjo tregon më së miri, të jemi sinqert, kur një Robert Danica sillet në mënyrë që ne kemi të bëjmë me një shoqëri të degraduar. Tamam të degraduar. Në zorat tona dhe ku jetoj unë me puti kallimisrin në parcelën e tij komshiut, i thoshte, jo shpesh, po rrallë familje, nuk ka gjë djalë, mirë ke ba. Edhe arrinte të bëj hajdut, kur rriti ai. Ke parasysh? Edhe një shprehje në zorat tona, një shprehje thot, 2 herë njeriu bëhet fëmijë. Kur lindën, edhe kur plaket. Robert Danica i ka taku kjo e dyta, kur a plak. Edhe a këthy në fëmijë. Do të kërkoj ndjes, por Robert Danica jo ta pohën ballë Erion Veliaj, po ta pohën dytë, të vënë ndjes, nuk i bën derman. Gjithë të mirat. Nuk është e lejueshme. Gjithsesi unë ju falenderoj shumë për telefonatën, po mos t'i kalojmë limitet e komunikimit në transmetim të drejtë për drejtë. Mirëmëngjes, mirë se vini. Presim një tjetër telefonat. Përshëndet, mirëmëngjesi. Mirë, faleminderit, si jeni ju zotri, mirë se vini. Mirë. Më falë, po një vrejtje, duhet ja bëj paraportit turp për atë fjallën që tha në fund. Ja bëra unë, s'ka problem. Robert Danicën, një njeri, Robert Danica është nderi kombit dhe nuk është halabak, si që pretendon dhe ki zotëria, turp të ketë. Në qoftë se e pulsi në balë, ndoshta ka ato legatat e tia me Velian, se që kanë ata marrëdhëniet e tire janë punë të tire, po që të arish deri në atë moment që të degenerosh figurën e Robert Danicës, u do të thomë që je pjellë e mushkës ose pjellë e gomari. Për të mos vjuar me akuzat, sepse nuk është mirë edhe në transmetim të drejtë për drejtë edhe për ata që na ndjekin. Gjithsesi, shumë mirë që e bëre këtë sqarim, po nuk e di nëse ke diçka për të shtuar. Kam, po si. Po, më thuaj. Doja të thosha diçka për këtë protestën e PD-s. Po. Akoma i themi ne këtej, akoma të këmë e urës pjo që ratakuve te. Po si vjen zorët, një dëgjova, unë e kam parë dhe me fitemi para shumë viteve, që zoti Berisha ishte kryeministër. A ka në një sindikat në botë, po e flasë në botë dhe në vëndet më të prapambetura që të dekoroj kryeministrin, sindikata është në konflikt të hapur gjithë kohën, në të gjithë rrutullin tokësor dhe në të gjithë akorat që kanë kaluar dhe do vinë, ta dekorojë. Ky Sali Berisha, i hapi rrugë, sepse po çmendemi dhe duam një opozitë të vërtet, letëmi në ata të rritë që kam shumë respekt për ta dhe inshallah diçka do bëjë një opozitë të shëndosh, se na ka vajtur mu të kësmarë me këtë lloj qeverisje. Dakor, mirë, zotri, shumë faleminderit. Po, i drejtë shqetësimi i zotris, ndërkohë që presim një tjetër telefonues, ora është në 7:30 minuta. Mirëmëngjes, mirë se vini. Ka rënë linja, presim një tjetër telefonat. Ka një fluks telefonatash për zvërtetës, kështu që presim telefonatën e radhës. Mirëmëngjes, mirë se vini.
Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, zotri, mirë se vini. Urime për emisionin dhe urime dhe për ju. Faleminderit. Shpellari që hapi emisioni sot, që e sulmoi në mënyrë skandaloze ikonën e artit ton, Robert Remikën, ai të njëjtën gjuhë flet sa herë që merr telefonin, sa herë që i bie rasti që flet në emisionin tuaj, një ignorant i kalibrit të lartë që vetëm vrerë flet, vetëm poshtë sira nuk thot një fjalë të mirë. Tu të ketaj që hapi këtë emision sot, që merr me ikonën e artit Robert Remikën. Faleminderit. Faleminderit, zotri. Presim një tjetër telefonat, një tjetër telefonues për të marrë ndoshta një tjetër shqetësim të tij. Përshëndetje. Përshëndetje, zotri, mirë se vini. Dëgjoj me shumë vëmendje këtë emision, është emisioni shumë i mirë. Faleminderit. Më bëni përshtypje i pari që foli, flet shpesh, ai flet pothuajse çdo ditë. Është një ekstremist i Saliut ai. Po pse nuk thot për Saliun ai? Njerëzit që dalin e pushin Saliun që ku shkon para spakut. Apo Saliu është burr më i mirë. Për çfarë fresin Saliun spak? O zotëri thuj. Për çfarë fresin spak? Për burr të mirë fresin Saliun. Për çfarë? Për hajdut e fresin. Sepse vajza e tij ka pasuri 27 pasuri në konfisku. 17 kulla. 6 lloj bankare. Me vila në Budapest, në Amsterdam, në Londër, në Berlin. I kërë shimle më vetën, do të ignorona një artist të madh. Një artist të madh që se ka bota. Përshëndetje. Faleminderit, zotri. Presim një tjetër telefonues, mirëmëngjes, mirë se vini. Më dëgjoni nga telefoni, ju lutem, dhe ju nga televizori në mënyrë që të komunikojmë më mirë, sepse zëri nga televizori vjen më vonë. Jemi bashkë në transmetim, më dëgjoni? Po, ka rëndinja, presim një tjetër telefonues, mirëmëngjes, mirë se vini. Mirëmëngjes. Alo? Mirëmëngjes. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, zotri. Më dëgjo nga telefoni, të lutem. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, ju dëgjojmë shumë mirë, jemi së bashku në transmetim të drejt për drejt në News 24. Me ju gazetarët e kam shumë. Po. Para të kosh në fillimin e këtij viti, u vendos për pensionet e minimale, për pensionet e plota, për të gjitha me radhë, për të tëra kategoritë e pensioneve, u vendos një kuotë, 18.000, 8.000, 7.000, 6.000 e tjera me radhë. Po mirë, do t'i them këtyre specialistëve të sigurimeve shoqërore. Po për atë kategori që ishte 220.000 lekë të vjetra dhe për një muaj, apo për 15 ditë, apo për 2 muaj, nuk arrinin të plotësoni vitet e plota për shkaqe të ndryshme, mund të jenë larguar prej pune për shkak të ndryshimeve të qeverive, apo për arsye të ndryshme, këta persona pse nuk do të marrin asnjë lek? Konkretisht, ai që merr 221 apo 222 e diçka më tepër, pse nuk do të marrë fare? Nuk më duket fare. Këta nuk janë specialistë. Unë nuk e di se shjenë janë, po këta nuk janë specialistë, sepse të realizosh për të gjitha të kategoritë një pak, dhe të lësh një kategori tjetër, këta ndoshta nuk janë dhe pak. Po, sikur dhe një njeri një vetëm tjetë, pse ty ta ndëshkosh? Po, shumë i drejtë shqetësimi juaj, në fakt është një shqetësim i ngritur këtu nga shumë qytetarë. Kur jeni për takime, ose ju, sepse ju jeni një medje shumë e fortë. Një 24 është informacioni gjallë. Kjo edhe nga audiencia kuptohet vetë. Sigurisht që ne zotri kemi bërë punën tonë dhe e kemi transmetuar si informacion, si shqetësim edhe për pjesën atyre që nuk përfitojnë. O zotri, kush janë ata ai grup që përgatiti këtë lloj drafti? Ta, 220.000 do të marrin. Për një muaj, apo për 15 ditë, që nuk arriti të plotëson dhe kuotën ti ta ndëshkosh? Ja, kjo nuk është normale. Kjo nuk është të drejtë, po, keni shumë të drejtë në shqetësimin tuaj, një shqetësim i ngritur ky nga ne, i transmetuar po ashtu, kaq kemi mundësi të bëjmë. Gjithsesi, është mirë që ndonjëherë gjërat t'i rikthejmë në vëmendje dhe shqetësimet tona po ashtu se duhet të marrim një tjetër zgjidhje. Përshëndetje, mirëmëngjes, mirë se vini. Mirëmëngjes, zonjë Ushqeje. Zonjë.
Më bodi përshtypje e telefonuesi i parë. Po si më të mash për gojë një artist të madh si Robert Drenika. Një artist i përmasë të më dha. Një artist kombëtar. Një hero i gjithë artit tonë. Po si më si të marrë për gojë këtë artist më. Ky është deri i kombit, ky është deri i kombit. Ne krenohemi për Robert Drenikën. Një artist i madh. Të vesh në dyshim, ndërgjegjen, moralin, një person, një zgarravin e Sali Berishës, një kryq të Sali Berishës, të vend dyshim moralin e Robert Drenikës. Kjo është një turp i madh. Unë zonjë do t'ja kisha mbyllë në vend atij. Po t'isha në vendin tuaj. Kështu banaj në çdo stacion, kështu banaj. Ky është kopje e Sali Berishës. Ky është antar i bandës së Sali Berishës. Ky të merr në qafë. Ky njeri bashkë me klyshtë e Sali Berishë, këta të marrin qafë më zonë. Këto janë molotovët e Sali Berishës. Prandaj që kur të folë maj, duhet me ambyllë ti e me thonë largohu se ti nuk ti e qeni Sali Berishë. Miru pafshim. Faleminderit zotrin, ne në fakt duam të japim zë të gjithëve, pavarësisht jemi kundra të gjitha ofendimeve, edhe fjalëve jo etike në televizion, pa diskutim kjo nuk tolerohet nga ne, po në këtë studio dhe në këtë hapësirë kanë të gjithë të drejtën të mund të telefonojnë dhe do të dëgjohen. Pse jo? Mirëmëngjes, mirë se vini. Mirëmëngjes, mirë se vini. Alo. Mirëmëngjes, zonjë. Alo. Po, ju dëgjojmë shumë mirë, jemi bashkë në transmetim të drejtë për drejtë, mund të komunikojmë së bashku. Po, më thuaj, të lutem. Alo. Ka një problem, zonja, nuk në dëgjon? Për telefonusin. Po. Telefonusi i parë. Nuk në dëgjon mirë zonja, kështu që do të na duhet të presim një tjetër telefonat për të mos humbur më shumë kohë dhe për t'i dhënë hapësirë edhe të tjerëve të cilët presin në linjë. Mirëmëngjes, mirë se vini. Mirëmëngjes, mirë se vini, ju lutem më dëgjoni nga telefoni në mënyrë që të mund të komunikojmë. Mirëmëngjes, zotri. Ju falenderoj për emision. Dëgjon. Urdhëroni, zotri, ju dëgjojmë. Në rast të parë, unë ju falenderoj si televizion, po nuk mundet që disa pensionistë që të tallen aty në televizion, atë Robert Drenikën e nderor e çoj Sali Berisha deputet. Dakor? Në qoftë se mbajnë në ta pensionistat që s'kan lek sa të majnë bukë. Atje ke teatri, në Itali që desh e vran atje. Tjetra, zonjë nderuar, u kam prurë policinë ushtarake tek Njus 24, dhe së të drejtë. Si ka mundësi, ta pensionistë sot, që vojnë për bukë në gojë, si ka mundësi, në vend të merren me hallet e tyre, merren me problemet e Robert Drenikës. Robert Drenika ka qenë nderuar, Sali Berisha e ka qurë deputet, edhe e ka bërë mirë, se ishte njëri nderuar, atëre çfarë ka në Saliu këtu në këtë muhabet? Kjo është turpe faqezë zonja nderuar, prandaj falenderoj televizor News, janë ca që nuk po këta duhet të thonë për juve që presidentit i fanë Asambelliu i kam prishur resortin në Durrës, e shpredjeri. Si ka mundësi. Te e që shti partije u gadir gazetari me autobot, me ujë. Turpe pa që dhe pa gjithë bota.
Mirë, faleminderit zotrim. Shumë faleminderit për mendimin, opinionin tuaj. Presim një tjetër telefonues. Përshëndetje, mirëmëngjes. Alo? Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirë se vini, po. Alo? Zotri, ju dëgjojmë, të lutem, më dëgjoj nga telefoni, jo nga televizori, në mënyrë që të mund të komunikoj më mirë, sepse zëri nga televizori vjen më vonë, kështu që ule zërin e televizorit dhe më dëgjoj nga telefoni. Po. Mirë se vjen. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. 24? Po, është një zonjë në mos gaboj, po. Po. Mirëmëngjes zonjë. Të flas pak për çfarë tha ai buri për Sali Berishën. Mor po si s'kam turp këta njerëz, dalin patronazhista, paguen me lekat e popullit dhe pastaj nuk din të flasin. Ku i ka fëmijët ai që flet kundra të desë? Ku i ka? I ka në poste? Dhe diskutojnë e flasin pa pik turpi. A e di ku është populli në gjendje është, në çfarë ekonomi është? Apo i kanë fëmijët në rregull ata të siguruar? E pasaj s'dinë të nxirrin, çfarë i ka bërë Saliu, le thot çfarë i ka bërë, dhe çfarë po bën kjo qeveri sot. Apo flasin njerëzit si t'u vi përmballë. Dalin njerëzit protestojnë në shi, e ju bie dhe aju i bombardon, e pasaj flasin ca gazetar të shitur. Jo po s'ka njerëz, s'ka njerëz, sepse rinë gazetarët në përkoptuqe. Edhe bejnë ca opinione. Jo. Gazetarët janë të nderuar dhe bëjnë një punë të mirë dhe të vështirë, kështu që të lutem për të mos kaluar me gazetarët, nëse keni për të marrë me politikën, merrni me politikën, ne jemi gazetar, pasqyrojmë atë që ndodh. Nuk merremi fare dhe nuk duam fare të hyjmë detajeve të politikës. Gjithsesi, dhe as të mbajmë qëndrime. Po, presim një tjetër telefonues? Alo, përshëndetje. Mirëmëngjes, mirë se vini. Jo, të gjithë telefonuesit janë shumë të nderuar. Po ai ka vajsi që flet në për televizione, më ta maj gojën se ajo më lekën se këto tjerë që flet në për televizore. Kuptove? Ai ka vajsi. E kuptova dhe sigurisht e thash dhe ripërsërita që terma të palejushëm nuk përdoren. Është një film i bukur shumë, që luaj Tim Flogo me Raimundo Bulkun, vdekin e Kali, po deshin të komunistët me pa komunizmin. Ajo filmi më i bukur që ta shohin të komunistët, nuk shohin hallet e pensioneve, hallet e nevojtit të popullit që s'kan me harë, s'kan me pi, shohin çmimet. Po ngejnë jo Sala, jo Robert Nika është i nderuar. Ai një folës aty, foli, mund të folë në gabim tro. Po çon ky ka vajsi që fol për ditë televizor. Dakor. Ai Sali Berisha dikush, kush tjetër, ato që kanë bërë gabim, ato që kanë vjedh, futën burg. E drejt, mirë. Futën burg. Shovin hallë në rrogës, shovin hallë në rrogës. Mirë, zotri, faleminderit. Presim një tjetër telefonat. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, mirë se vini. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, zotri. Mirëmëngjes. Po, sa për temën, na nuk jena dakord që t'jena partjak. Ne do të shikojmë hallet tona, problemet tona. Robert Ndrenika është njëri i nderuar, por nuk ka fajin Robert Ndrenika, pa e kanë shtirë Robert Ndrenikën, sa është artist populli, njëri shumë i nderuar. Fillim këto gjanët partjake, ne kemi hallet tjera. Gjithse kush ka drejtimin politik, as që është tifoz patronazhist ka problemet e veta, por nuk jam dakord me interesat që dikush ka njerëzit me përpunat e shtetet dhe të bëhet partjak për interesin e vetë. Por na jena mësuar në popull shqiptar që të hedhim historinë, të hedhim artistat poshtë, të hedhim 'të mirat e patriotizmit shqiptar. Por ne, 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 'të mirat e patriotizmit shqiptar.
do të kene parasysh, kur populli shqiptar do të jetë në traun e ekuilibrit. Se bota nuk të dënë që se s'dënë vetën ti. Të gjitha ato njerëz që parafolën, le të kenë një kuptim që se është partjak, të foli drejt për drejt. Jo të shkojnë nga ana partjake. Edhe ti si gazetare ke shumë të vështirë, dhe ku thonë njerëz që keni kujdes. Ti je zonjë shumë e nderuar, por edhe mund të pëlqen nga ana komunikimit, por ky është populli jonë. Të falenderoj zonjë. Faleminderit shumë zotëri. Faleminderit shumë për telefonatën. Presim një tjetër telefonues. Mirëmëngjes, mirë se vini. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes zotëri, mirë se vini. Mirë si zeta e ditë të marë, sa telefon javë marë, po i shkova. Edhe për juve. Me senë se për shpaf të ashtë dhe figurë të kam qirë dhe kur vdesme. Po, në u bon kjo jetës zezë, që ka mundësi, mirë se në po flasim për atë Robert Mreklutën, se Robert Mrekluta, dhe Mrekluta ka qenë njeriu më intriguant i artist, edhe quhet artist, i biri sot Matolon Gjamba vonë Shqipni, edhe Roberti si jonë të dhënë në si dada koka, se janë dhe stratega të në Shqipëri, filozofa, por Robert në një ka matë jetë gjatësi që ka mojtë me ata që ka bon filma, që s'ka film që ka lujtë pozitiv, veç negativ, ka lujtë në ta filma të sha, ballat, komtare të sha, më e ta zëgët të sha, ata që i kanë punu për Shqipërinë, kurse të i dualë zëtë komunizmit ashtë në Robertën, se nuk mund e qes taman që jolim, po ma thje ka, në një ka, aja është një njëri si për mu, e ka ullë vlerat vetët, që ka ullë kush. Se të shkoj se të puthish në balën, në ftyrat, i thonë, mare, ata di që kanë metë si hajdut në burg, dhe ta kryon punën si hajdut i komunizmit, aja turbi Robert në nikë. Pse? Se aja ftyrë, aja sot të përkajsh erjën 99-in, si është kryetari i bashkisë më të madhe kryet Shqipërisë. Shtia jo për burgmar, se këto s'ka drejtësi, se kur s'ka drejtësi, po s'ka asë rini, edhe ju rinia. Edhe ju intelektual të rini, që në du rini intelektuale, se thonë të ashtë pse, bënë Sali Berisha kërëtore, po mos me konë që kërë Sali Berisha mja zërë, sa ka bota është 12 vjetë, 13 vjetë e dirama nuk do t'ishte kënë botë, mërë. Do t'ishte shku edhe mërë i Arabi Saudite, mërë. Po ju vetëm, për opozitë shqiptare dhe për i Sali Berisha janë zërë se da horliqe, e janë sëtë një qeveri në burgë, një qeveri që vje dhe një grupë, jo parlamentar, për stërvina jonë ata, ka që me 83, styra tërta, si me ta dur të fata mërojnë korupcionin e mërojnë vjedhjet. A thu e din këj popull shqiptar, mërë që ta pare që janë të jamorra, jo morën që ty në karavera që e mërojnë e diramen e rjën velin mërë. O popull shqiptar, me të vërtet ta katolik shqiptar kanë fush gjëra mira. Po ma i mërë mja o të zeflomi që popullit shqiptar do të me i bo lavash trunit. Na jena popull që të mytën myk në vetë, na dojna vetën të keqen, na dojna komunizmin, dojna ata që të vjellë, ata që të sërravit, ata që të gjoba bo, edhe zytë më të sërtët. Dhe kjo është populli shqiptar, me kryet, si me thonë senën e Shqipnis, me kryetarin burg, për hajdut ligje, dhe duhet t'ishte sët krye kriminali e dirama, krye hajduti, krye mostra, edhe botore, do t'ishte në burg. Pra jena me një shtet, pa shtet me mafje, me maskaralik, me edhe e duhet të akatit. Dhe që kemi vetë të dorë të zjedhim ose jo këtë shtet. Zotri, po. Përmenin jo Sërbin Sali Berisha. Jo. Aleksandr Vučić është me Edi kriminalin. Aleksandr Vučić e Serbia është me që të krye hajdut, me që të krye kriminal që ato të i rresh gjokës edhe Trumpit. Po dhe i Trumpi i thoshin 2 gratë atje ku ashtë, që nuk e shef me syrin ku i ka thonë që është
që kja ftyrë, që analizu Trumpin, që ja merri bot për të nëtë. Po a i Trump a thuj dhe gjënë që do lafe, bërë. E në leket këtë kriminal të në Shqipni të livadhisht, e që dojtë të marë për bot, për gujnë dhe për bot edhe shilën e Evropë. Mirë, zotri, shumë faleminderit për këtë telefonat dhe analizë gjatë kjo nga ana juaj. Gjithsesi, bëjmë një shkëputje publicitare tani, kthehemi pas pak me të tjera telefonata. Rikthehemi në koha për të zgjuar, presim tani një tjetër telefonat. Përshëndetje, mirë se vini. Mirëmëngjes, zotri, mirë se vini. Përshëndetje ditë marë. Faleminderit edhe për ju. Në emrin tim personal, sepse përfasoj kanë tjetër, ju uroj gjithë fëmijës, gjithë stafit 24. Shumë Për faleminderit. edukatën, për kulturën, dhe unë e më vetën shumë keq kur shoh Bashi Bozuk, pa ftyrë, siç ishte ai i parë që dhe rëzëdit dhe shumë tjerë, që flasin keq dhe ju ulni kokën, jo pse ju nuk dini, t'ja ktheni, po ju uroni edukatën. Tashi do të flasë diçka. Po. Si çdo njëri, unë jam për krah protestën. Por qytetaria Tiranës me edukat jashtëzakonshme. Rrof qytetaria Tiranës. E gjithë Shqipërisë qytetaria. A na shkaluan Molotovin. Sepse unë nuk mund shkoj të rrezikoj kryen për Molotov për plakun 100 vjeç tash e ka shkon. Ne do të ruajmë etikën, njerëzit kanë nevojë për alternativa. Unë do të kisha shkuar nga Shkodra për të ardhur atje urgjentisht, nëse do të ishte një protest, siç i ka rregullat, jo Molotov, jo grinje, jo pamje që ne njohim disa që janë hajdutë poshtën që dalin aty të tabelat duke shtyr, duke shoh. Ky njeri që është në pushtet tash po i bën 15 vjet, ky do të kishte ikë. Po kush do të vi? Doli një djalë i mirë. Zoti Saljani ja them në parë se di. E ana shkaluan në bryllat e pleqtë mërdit që thonë ne. E ana shkaluan ata e hoqën nga gora. Po pse ky qytetim, ky shtet shqiptar ka ngel një plak? Po pse gjithë ky popull shqiptar ka ngel vetëm te Berisha? Po pse ky popull shqiptar e vetmi alternativë që nga Berisha? O shqiptar, zgjidhni e njerëzit që duhen. Ai Saljani nuk e di se nga është. Unë jam malsor, dhe për malsor të jep shakti i plakut mere, po ky do të shojnë rrugën tash. Nuk mund të më riparon ku unë jam 70 vjeç, ju lutem, nuk mund të bëhem i ri më. Edhe një herë me respekt jashtëzakonshëm për ju personalisht dhe gjithë stafin e 24. Faleminderit shumë zotrim. Shumë faleminderit edhe për telefonatën. Presim një tjetër telefonues. Mirëmëngjes, mirë se vini. Mirëmëngjes. Alo? Ju dëgjojmë shumë mirë, mirë se vini. Përshëndetje. Përshëndetje. Uroj stafin tuaj, televizionin tuaj, që është një televizion që dëgjohet zëri qytetarëve dhe jo zëri militantëve. Tjetër, një paraforcë para që të dilnin këto reklamat, gjykoi një artist i cili vajti dhe mbështeti një të dënuar kryetarin e Bashkisë së Tiranës, i cili në ratë të parë është qytetar, është njeri, është familjar. Më vjen shumë keq që ai njeri gjykon një artist i cili ka detyrime, ndoshta janë miq familjar. Dhe në ditë vështira, njeriu mbështetet, sepse ai nuk ka vrarë, ai nuk ka përdunuar, ai nuk ka bën gjëra të njerëzore, edhe pse akuzohet për korrupsion, që fundja mohabetit drejtësia akoma nuk ka dhënë vendimin final. Mos dali ai dot. Mos dali pa fajshëm. Dhe të gjykohet një artist, si që gjykojnë një gazetar, që bëjnë punën e tyre. Për shumë, gazetari bëjnë punën e tyre, ne shajnë edhe edhin baltë mbi gazetar. Një kohë që gazetari është pushteti i tretë për mua. Na informon për gjithë shka. Dhe respekti numër 1 që duhet të ketë sot
çdo qytetar shqiptar duhet ta ketë për gazetarët. Faleminderit zonjë. Tjetër, i them atij zotërisë të ketë kujdes kur flet në emër të popullit, se populli shqiptar është shumë i zgjuar. Populli shqiptar vërtet voton majtas. Voton sepse s'ka një alternativë tjetër, se nga ana tjetër kemi një njeri që akuzohet për vjetës. Kemi një njeri që ka dosje atje për vrasjen e 4 qytetarëve në Tiranë. Edhe ai nuk është i dënuar, le të themi që ai ka vrarë, ka prerë, nuk ka marrë dënimin që meriton apo të marrë atë dënim që vërtet i ka bërë ato, dhe nuk mund të themi si të themi për Erionin, të themi dhe për këtë. Por në ratë të parë mos të flitet në emër të popullit, se populli e zgjidh drejtitin. Dhe në dore kemi ne, vërtet e kemi ne, po ne militantët jemi njerëz të cilës asnjëherë nuk pranojnë që gabimet tona që bëjmë ndaj këtyre njerëzve që i zgjedhim, ja edhin popullit. Populli është distancuar. I shikoni se sa dhe në votime, dhe në vetëm militantë, dhe në ata njerëz që kanë interesa. Dhe në këtë rast, ati zotë. Zonjë, ne duhet të shkojmë në votime, duhet të japim hapësirë edhe alternativave të tjera për të zgjedhur, pse jo, dhe duhet të vendosim për vendin tonë. Kështu që në këtë pikë besoj unë jeni dakord. Që nuk kanë përfituar. Njerëzit e thjeshtë të ngrihen dhe ta zgjidhin problemin e popullit shqiptar. Jo dalin militantë atje dhe shajnë komunista në një kohë që komunistin e kanë në krye. Kaq. Mirupafshim. Faleminderit zonjë për telefonatën, presim një tjetër telefonues. Mirëmëngjes, mirë se vini, ju dëgjojmë. Mirëmëngjes, më dëgjoni nga telefoni, ju lutem. Ulja zemë. Shumë mirë. Më dëgjoj nga telefoni tani, mirëmëngjes, mirë se vjen zonjë. Mirëmëngjes. Tani do flas pak për ata parafolësit e parë që folën për Berishën. Për protestat që bën Berisha, po t'i shikosh, është aqe njerëz të ka sa në lagjet që ku jetojmë në këto Tiranë i mblet aqe njerëz. Që atje duken mbështetja Berishës. Okej. Ai thotë për pensionistët i ka vidhur Rama, merret me ballukun, merret me terë, po që të merresh duhet ta kesh fytyrën e pastër vetë. Sa i ventri, e bia, i biri, pasurin, nuk e kanë gjithë që kanë vend. Ne të gjithë kemi punuar gjithë jetën me rroga, me të gjitha dhe sot kemi vetëm një shtëpi. E kanë vend mundësinë që kanë vjellur dhe është puna prap ata krejnë e Partisë Demokratike me diu. E olli gërdetin në erë me 26 të vrarë. E të gjithë pasurinë e popullit që kishë armatimi ati se para janë, dhe akoma dhe sot nuk ka drejtësi. Që të bësh protesta, të jesh në krejt të protestës dhe të uleqesh të mbështetë popullit, duhet jesh i pastër vetë. Po nuk janë të pastër dhe prandaj edhe njerëzit ta që mblidhen atje. Thoti që unë nuk i mbështet ato propozimet e Ramës. Po pse nuk do për deputetët që janë 140, kur gjysma e Shqipërisë të ka ikur, dhe ai thotë nuk e mbështet uni që të gjysmojnë. Atëherë me që ka ikur gjysma edhe deputetët duhet jenë gjysmit. Duhet jenë 70. Po le të jenë 90, po jo në 140. Se marrën paga shumë të mëdha në krahasim me pensionistët që kanë nga 120, 130 deri në 200.000 lekë. Shumë keq. Nuk i mendojnë se Berisha atë Laçivitën e pagovi 6 miliard lekë. Ku i gjeti para? Ati nuk i dalën lekët në për televizonet që derë që fletë drejkë më drejkë, nga 2 orë, nga 3 orë, edhe ato protestat që bënë se i merë me para edhe ata që vejnë pas. Prandaj mos flasë për pensionistët, i gënjeri pensionistët i beri. Pensionistët nuk janë vetëm të majtë, pensionistët janë edhe të djathtë. Janë 700 sami, po janë gjysmë për gjysmë. Dhe pensionistë nuk gënjet për 100.000 lekë, e për 500. Po se meriton nuk ta jetë votën. Prandaj populli të mbështet vetëm për atë që nuk tem se edhe të majtët nuk kanë bërë gabime. Mund të kenë gabime, edhe mund të jenë edhe mund të kenë vjellur, po që të dalësh atje të flasësh për Ramën, për Ballukun, që Balluku nuk le lubje se që thotë sa gjëra, po sikur ti thuan atij për veten e tij, për të shoqen, për të bijën e për terës, edhe ata janë non grata. Prandaj nuk është mirë
që flitet për gjëra edhe janë di në faqen Shqipërisë, jashtë nuk i kam plotësuar, ata të tjerë jashtë një tonë i kam plotësuar kushtet, ata nuk i kam plotësuar. Ka që kisha për të nëse mos e zgjasim më shumë, t'i lem rallën edhe tjetri. Jo, nuk e zgjatë zonë, faleminderit për telefonatën. Mendoj unë që disa gjëra duen thënë ndonjëherë, jo ndonjëherë, po gjithmonë ato që nuk shkojnë. Mirë, presim një tjetër telefonat. Mirëmëngjes, mirë se vini. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, zotri. Desha të flasë për situatën e fjalë të përditshme që kemi. Një gjë shumë telefonata se cili ka mendim në ti mund të shprehë si të dhe në lidhje me problemin e takimit aty të Robert Ndarnikën. Nuk mendoj se është ne kush e di se çata si Erion Velia po merr dënimin për atë që ka bërë, që nuk mund të heqësh drejtën ta takoj çdo njeri, mund ta takoj familjarët, shokë, miq. Ai ka pas dhe shokë dhe miq tash, se po kthehemi si kotën Verogës tash që kishin frikë takojshim njerëzit e familjes. Nuk ja vlen në fakt, se cili ka mendim e vet, unë nuk mund të jetë poshtë mendimin e njerëzve. Është e kuptueshme, po. Por desha të flas për situatën e përditshme këtu në Shqipëri, desha të flas për institucionet, për gjykatat. Njerëzit nuk flasin për problemet dhe përditshme. Shohim se si grabiten njerëzit, ju grabiten prona dhe nuk flet asnjë nga qytetarët për këtë problem. Është një fenomen i çuditshëm. Ditën për diell shohim atë rrjollin. Edhe nuk i mbështesim fare. Shohim se si grabiten burimet e ujit, shohim se si grabiten kullotat, shohim se si grabiten fushat që kanë marrë të zonës Fierit me 7500 ishin, thonë kene marrë me 7500 ishin, po vetë vuri shteti 7500 ishin. Tash ja grabitin dhe vejnë ato panelet diellore me fjalë. Shohim se si përgjugët drejtoria, bujqësia. Këto janë gjëra konkrete që duhet të diskutojmë ne me fjalë. Shohim se si padrejtësi të jetë gjykata me fjalë. Ne shohim në gjykata që zvarritet qytetarët kanë nga 35 vjet. Këto janë problemet më kryesore që ka çdo shqiptar këtu në Shqipëri me fjalë. Shohim pensionistët që s'po ngrehen pensionet, kanë 85 vjet, po ulërasin. Kanë vjen më shqirt mjerimit dhe të vdekjes pensionistët, po vdesin nëpër shtëpia dhe po dekompozohen, edhe s'po pyet njeri fare për këto fenomene. Nuk jam vlen të merremi me këto probleme. Këto janë probleme kryesore, probleme të kyçe. Kemi një qeveri që rri 15 vjet ka në pushtet dhe nuk do t'ja edhe nuk largohet fare. Shohim të dy politikanët, shohim si pozita si opozita, duhet ndruan këto lider tash. Nuk është se themi se tash ne duhet të ndrojmë se nuk japin dot më, s'ka ç'a t'japin më tash. Mund vje keq edhe për bërë, nuk du ta diskutoj Berishën se sa shu, por nuk ka ç'a t'japi si çfoli dhe një parapolin, si foli tash pjesën e dytë. Nuk është se jemi kundra, por nuk ka ç'a t'japi tash mosha 90 vjeç tash, nuk ja vlen tash, duhet dalin njerëz të rinj, element i ri tash. Duhet dalin njerëz të papërfolur, duhet ne dum gjakun e ri tash, Shqipëria ka nevojë për njerëz për element të ri, nuk ka nevojë më për të gjë, ato nuk i kanë dhënë gjë. Ne shohim mirë keq, por ne shohim kemi ngel në vend. Ne jemi më mbrapa të gjithë, më mbrapa nga gjithë Europa jemi ne shqiptarët, jemi në vendin e fundit fare. Edhe kërkojmë të hyjmë në Europë. Desha të themi diçka tjetër kam. Problemi në këtyre rrugëve, është që rruga e Shkodrës, e fjalë që fillon nga Miloti edhe deri në Shkodër. Është një rrugë shumë problematike dhe janë vrarë shumë njerëz. Dhe ajo rrugë, po them unë, është korridori që lidh Europën me Shqipërinë. Edhe ajo duket sikur është e qëllimshme. E po nai të vogël atë rrugë, sa që nuk e duan Europën, është një shenjë që këto nuk e duan Europën. Nuk ja hapin portat e Europës. Edhe tallën, më vjen keq edhe për europianët, edhe për politikanët e Europës, i kuptojnë ta maskarej. Ta janë pjellat të Beogradit, janë pjellat të Rusisë. Ne kemi pasur çaj kanë bërë popullit shqiptar këto. Për 45 vjet e Verogja. Numri shqiptarëve të vranë nga i regjim ka lënë numri shqiptarëve të gjallë. I internoi Burgosi. Po të njëjtën gjë vazhdoi edhe këto tash. Po i largojnë shqiptarët. Po i persekutoi, po ju marrin pronat, po i lodhin në gjykata. Nuk po lejnë poshtursi pa ju bë. Ky është realiteti i Shqipërisë. Për këtë realitet duhet të flasim. Kto kisha, faleminderit. Shumë e drejtë zotri. Faleminderit shumë për shqetësimet që ngrite edhe telefonatën tuaj. Presim një tjetër telefonat. Mirëmëngjes. Do më komunikojnë do të shkojmë në publicitet tani për të kthyer pas pak me të tjera telefonata. Jemi rikthyer në koha për të zgjuar, për të vjuar me telefonatat e radhës. Mirëmëngjes, mirë se vini. Presim telefonatën e parë pas publicitetit. Mirëmëngjes, mirë se vini. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes zotri, mirë se vini. Doja shëndetja ato 7 veta që donë protest kundra naftës aty, të popull shqiptar nga që shumë i zgjuar, po gjithë e thire në media, shqej civile, edhe bravo qotë të ishin rojtë vërtet që donë 7 veta. Apo kam rabimin, do të
do të thotë që gjëra. Sepse nafta është më e shtreta në botë. Kam ca miqtë e mi në Maltë, është i mi që i tek me shqiptare. Greqia është i pesere, domethënë, njerëzit në Shqipëri janë aq të zgjuar, aq protestoj për pensionet dhe për gjitha bravo i qoftë. E para kjo. E dyta. Do të flisja pak për një histori që kam takuar mikun tim në Amerikë mas 30 vjetësh. Po, ma ngrini pak audion e telefonusit, të lutem ta dëgjoj më mirë, po? Nuk e ti ngjohet tani? Po, ju dëgjojmë shumë mirë, po kisha unë nevojë të dëgjoja pak më mirë. Edhe më vjen miku im mas 30 vjetësh në Amerikë, edhe ishim vegjël atëherë, i thamë po ti ç'ne, tra më vetë politike si gjithë tjerë, e po? Edhe më i thamë ti ç'ne i majtë, thashun, se ti ke qenë punë trendi domethënë, ke qenë çka tjetër. Sa po them histori sa po mos e thuj emrin tim sa po tash më mirë mos më thuj tash. Atje di që unë kam pas babain tha në sigurinë të shtetit. Po e di, po çka ka, ashtu ka qenë regjimi, do punoheshin i thashën. Peva do tregoj histori tha. Tash më thuj tash. Tha në datë 20 shkurtë të natë 1-shit. U rrëzu busi e Merosën, ne kemi qenë në shtëpi tha drejt, duke hangë drejt tha. Dhe në moment sa është rrëzu busi tha i mata i rajnë frakta. Atë ne kujtum çka ka, la fjalë të punit që tha, sali tha, na për vose komandantit. Domethënë do të them këtë që nuk i deli nati këtyre, si vrasur babën shpirtëror, është shumë e rëndë, man, se po e patën shpirt, diçka nuk i del. Kështu që i them ca njerëz që mos përziten me këto njerëz që flasin shumë pose për pjetë o ky pa i domun. Se i ka hyrë gjak, s'ke çaj bën tash. Ose me rastin e Ndrenikës, nuk ka faj Robert Ndrenika aty. Po duhet ka asoj diçka, dakor. Ilir Meta dhe Majn Kafas, kurse këte le ta përqafojnë. Ja, ky është regjimi. Mediat për shembull, ka media që rrezu Kërë resortin juve atje, edhe për zonë atje, u hoqëna atje, shumë media nuk flistin. Në këtën, ca gazetarët, ca media. Dhe nuk e gjithë gazetarët i stojnë. Se grusë gazetarët e bëjmë punë, po. Ja që nuk flasë për ku kanë i halë, për të mbrojt kolegët e tyre. Ose rasti ke protesta e 8 majt, ku sëlmu gazetari, operatori i fësyrit, i gjyrët me ujë, razun nga makina, që si bënë, asë një media nuk e ba. Në kështë regjim, nuk se ka njerëz që indimiton, ka njerëz që nuk indimiton, kjo ishte. Faleminderit juve për telefonatën. Presim një tjetër telefonues, mirëmëngjes, mirë se vini. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes zonjush. Mirëmëngjes, mirë se vjen. Jam dakord me këtë raportin. Edhe Robert Ndrenika ka gjak. Po harroj Saliun, Saliu ku e ka Saliu komunizmin? E harroj Saliun, e harroj gjithmonë Saliun. Po Saliu se ka gjak, se Robert Ndrenika se ditë ke qenë sekretar partije, ka qenë aktor. Nërsa në gjak e në vena, në zemën në shtizë, e ka shoku Sali, o zoti Parafolës. Që ka qenë 27 vjetë sekretar partije, s'ka qenë komunisti thjesht, s'ka qenë Serili e Nerogjës, s'ka qenë Robert Ndrenika në vargë Drilone në shpinë e Nerogjës, ka qenë shoku Sali, o shoku Serili Saliut, ka qenë shoku Sali komunist. E kaluar komunizmit. Edhe pruri demokracinë Saliu. Saliu pruri hajdutin, pruri prostitucioni, pruri drogën, pruri gjitha. Në qeverinë e Sali Berishu fillon të gjitha këto të beshin këto motor bazleqe. Tani ashtuar akoma më shumë. Me zonja ka gjithë bota kur mbush moshën a del pension. Ky ka 30 vjeç ka mbushur moshën për dal pension, do të kishte dal pension para 25-30 vjeç. Duhet të nxjerrim ne në pension këta zotri? Po ne duhet të nxjerrim, jo, ne kemi fajt tona. Ne si në thonjza. Ne si popull kemi fajt tona. Po edhe pa thonjza kemi fajën, pse s'kemi fajën? Që i mbajnë ta. Të dyja palë. Mirë. Unë thjesht për të dyja qeverit, të dyja partit ka qenë qeveri në gjithë kohën, thjesht nuk është kanë miratuar minimumin etik, vetë për këtë do të ndëshkuar. Dhe për të tjera se, po të fillosh ato që ka bërë Saliu, ka qenë fashist, ka qenë një diktator. Shikoj e brenda partisia, s'ka zgjedhje. Të thoni ju që doti me Partinë Demokratike, po është qeveria në hije. Do të pretendojnë të vinë nesër për shtetë, që do i bëjnë zgjedhje dhe nesër. Nuk lehe, ka frikë. A e te normale që në Partinë Demokratike a i do vitoj, kush do të heri kandidaturë. Po pse nuk e le, do që mos i asnjë vot kundër tij. Ka që i marrësh. Se përfituar ditë fitone që ka nostalgjik
që ishtë për Neve Rogjën, ka dhe për Sali Berishën, se ka bërë ndere ku ka qenë feministëve. Por ta bëj, ti bëj, zgjedhjet le tweetoj, 60%, 70%, po do me asë e nënë pikë nënë, e si shoku e në verë. E së zi e shoku të në verë, vetë shoku e në verë, shoku Sali. Faleminderit zëjush. Faleminderit zotri për telefonatën. Presim një tjetër telefonat, uroj të dëgjoj një shqetësim apo një hall të një qytetari për te politikës. Mirëmëngjes, mirë se vini. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes zotri. Si jeni, mirë? Mirë, faleminderit, si jeni ju? Mirë. Ju falenderojmë shumë se na kënaq një që mëngjes me atë postatamolin, me atë ato të tjera. Na jeni besi ajo tranajen Verhoxhës në atë ko. Të 20 herë e kemi dëgjuar, i kemi mësuar. Po dhe ju mashtrusa si politika u bete, ju televizore. Ju falenderoj na shpirtin. Ne jemi mashtrusa. Jemi shumë të kënaqur në media. Lum ju që na besoni ne në qoftë se jemi mashtrusa, presim një tjetër telefonues. Mirëmëngjes, mirë se vini. Alo. Mirëmëngjes. Mirë. Po, zotrin, më thoni. Alo. Zotri, më dëgjon nga telefoni të lutem dhe jo nga televizori në mënyrë që të komunikojmë më mirë, më kollaj. Ulja zërin televizorit. Po, mirëmëngjes, mirë se vjen. Përshëndetjen. Përshëndetje. Ju lutem flisni sepse nuk kemi shumë kohë në dispozicion dhe do të më duhet që të shfrytëzojmë minutat në... Si ka mundësi që nuk djosh? Jo, të dëgjojmë shumë mirë. Je në transmetim të drejt për drejt, na thuaj, të lutem. Po, këte, zërshim. Më thuaj. Dëgjo. Po. Man, vetëm atë Sali Berish mos në ndjirë jetën. Po fike televizorin ti kur del Sali Berisha dhe jo okej. Na iqni nga qarkullimi jam. S'kemi asgjë në dorën e si media ta bëjmë të gjë. Na iqni fare se na e prishi Shqipëri. Po. Mirë, do mundohemi të bëjmë maksimumin më të mirën për vendin, po këto që na kërkoni nuk e bëjmë. Është një tradhtar i kombit, është tradhtar, nuk është. Është tradhtar, që do bëjmë ai? Që do bëjmë këta e Shqipërinë? Do varf. Mirë, faleminderit zotri për telefonatën. Presim një tjetër telefonues. Mirëmëngjes, mirë se vini. Ora shënon 8:42 minuta, kemi dhe pak minuta në dispozicion. Po, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, unë parë. Faleminderit zotri. Po si? Ka rënë linja? Po, ka rënë linja, ritentojmë dhe ripresim një tjetër telefonues, ka një fluks të madh telefonatash, kështu që ndodh kjo në transmetim të drejt për drejt. Mirëmëngjes, mirë se vini. Përshëndetje. Përshëndetje zotri. Nga Elbasani qasim. Mirë se vini. O, Shqipëri e mira, Shqipëri, ka 2 ditë që na bie shi, do një djelë, rezatove ti, njëse erë dhe mision. Ju përshëndesit. O, faleminderit, ishte për mua kjo? Po, Daljana bërë. Faleminderit shumë për... Shumë e bukur kjo, shumë faleminderit. Ke diçka për të thënë, një shqetësim tëndin, të lutem? Daljana ke me, a bërë? Jo, unë jam Ina, nuk jam Daljana. Daljana është kolegja ime. Me që ku barë, që ku e në hasa. Po, më thuaj, zotri. E ju falenderojmë, në vjen keq për ata telefonustit, që u morën e ndashtu se lagu bishti vend pra e pufi apo se pufi aktori Robert Bernika e Jon Delin. Pra, gjuam kohën me këto fjallë. Unë sot, i me thomi në të basan, po të shtërëm flasën drejt.
Sot o dita në ndërkombëtare e drejtësisë. Para 10 maj. A ka drejtësi? Ky është mashtimi më i madh i popullit në botë. Edhe në vendin tonë. Në botë them sepse ne po shikojmë gjykatën e Hagës, në udhëheqësit e USK-s, që u dha procenca në shkurt, do merresh vendimi i gjykatës në maj dhe është shtyp për 20 korrik. Kur nuk ka drejtësi në Hagë, me edhe në mend të ketë këtu në Shqipëri. Kështu u bëj një paradoks. U bëj Kongresi Botëror i Ligjit. Në Tiranë, në një kohë që kryetari i bashkisë është në Burg. Shiko çfarë paradoksi ndodh kështu. Sot Tirana në futboll është mbështirë të Elbasanit, se unë jam nga Elbasani. Pa në futboll. Po humbi Tirana del nga kategoria. Po fitoj, po barazoj, shpëton. Ja ku është drejtësia. Pra, me drejtësia se këto një politika, absolutisht. Opozita, Partia Demokratike, lufton që ti marri pushtetin Partisë Socialiste, me votë ose me protesta. Ama, opozita e vërtet ligjore është prokuroria. Dhe prokuroria duhet luftoj pushtetin, majorancën, sepse ajo ka qershin mbi tort. Okej. Mirë. Shumë faleminderit zotëri për këtë telefonat dhe është i fundit zotëria në këtë telefonat, në të gjithë morinë e telefonatave që kemi pritur për gjatë këtij mëngjesi. Shumë faleminderit që na keni ndjekur, shumë faleminderit për gjitha telefonatat. Do të shkëputemi bashkë dhe shihemi në fleshin informativ.